Pas ngjarjes tragjike që tronditi qytetin e Korçës dhe vuri në pa përdorimin në mas të substancave narkotike nga të rinjt, vjen rrëfimi një 29 vjeçari për CNA që tregon rrugën e dhimbshme të varësisë që nga fëmijëria dhe sfidat e përditshme për të rindërtuar jetën. Tragjedia e rëndë ndodhur së fundmi në Korçë, ku një 21 vjeçar u ekzekutua nga një 20 vjeçar, ka shërbyer si një kamban alarmi për shoqërinë, duke nxjerrë në pa realitetin e errët të përdorimit të lëndës narkotike dhe braktisjen institucionale të të rinjve. Në këtë kuadër, një 29 vjeçar nga Korça ka vendosur të ndajë për CNA historinë e tij të dhimbshme. Ishte vetëm 13 vjeç kur provoi për herë të parë drogën. Humbja e nënës, mungesa e kujdesit dhe shoqëria me të cilën u rrethua e shtyn drejt hashashit. Në moshën 15 vjeçare nisi heroinën, ndërsa në moshën 18 vjeçare kokainën. Sot pas gati 17 vitesh përdorim heroine, 29 vjeçari po përpiqet të qëndrojë larg drogës përmes trajtimit me metadon. Për CNA i rrëfen historinë e tij, vështirësitë dhe jetën pas varësisë. Hashashi ishte vetëm fillimi i një historie që do të zgjas për vite të tëra. Kur e ke nisur drogën për herë të parë? Më kam tekur mamaja, në të koshim të shamaja asë një vitë në bëva hashashi. Sa vjeç ke qenë? 13 vjeç. Nga hashashi, më shumë 15 vjeç ka të kush. Një vit përse të dhe më shkëmimi. Nga jo të dhe edhe të barë. Se dhe të një lashtëse, i metadon, stilë. Më thuaj pak, pse ke vajtur pikërisht në droga? Pse i zgjodhe që të pije hashashi në fillim? Vërdus, mamaja më dishë. Unë s'kisha në fitoja babaj në punë, që në dhe të zikim. Ras që në qënë i hash, ka shumë. Po ku e merje? Ishte kolla që ta gjeje që në të moshtë? Po e me qenja në të si shë probleme të gjithë. Po pas ka kur kalove të kokaina, sa ko vazhdove me kokaina? Ka vazhdove të vitë. Po me heroinën? Me heroinën ka vazhdove të të shumë në vitë. Sa vjetë që tani? 21. Ka në përpjë dhe 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 të vitë. Sot ai thot se nuk përdor më drogë dhe merr vetëm metadonin, por vitet e varësisë kanë lënë pas edhe pasoja sociale dhe ekonomike. 29 vjeçari tregon se ka bërë punë të rënda fizike për pagesa minimale dhe se ende nuk ka një punë të qëndrueshme. Pavarësisht historisë së gjatë me drogën, ai mohon të jetë përfshirë në vjedhje apo vepra penale dhe thot se sot është shkëputur edhe nga shoqëria që përdor substanca. Për të metadoni është mënyra që po e ndihmon të mos rikthehet tek droga. Si ndihesh tani, jema? Si ka qenë atëherë në fillimet tënde dhe si është tani jeta jote? Atëherë ka qenë jeta më e bukur se tani. Si të duket kështu? Se duke me bukurit tani? Po më duket se atëherë kisha zogja, tani qarë, unë tani da ku më brejt, këse për qënë. Ka qenë thjesht të gjeje puna, apo ka qenë vështirë për ty? Ka qenë edhe vështirë. Ka në qitë të gjohë, në ka të shtanë, për një lekë. Ka në qitë të rrë. Jam të atë në njëzit, për 5.000 lekë. A e vetë e të një në ka të shtatë në tjetë. Që ashtë se që e vështirë. Të një me qarë njëresh? Në të një nga të në dashë, më në punë dhe kësë më dorë. Kështu nga që në shëndetësore si ndjesha, ke momente për shumë që? Ti këtu të qëndra dhe që të marrësh ndihmë. E ke marrë atë ndihmë? Ka marrë. Më japë, kur më qara në të. Po kështu probleme për shumë në policin ke patur në mi? Jo, asë të një. Për nuk shu asë të një. Ke qëmi drejton, se nuk e natruar kur në asgjë. Asë të një. Dhe nuk do të ambesh. Edhe nuk do të ambesh. Ja, vend intereson kur do është qëtë së kam dhe të një. Nuk të amon të 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 drejtë të sash, një një. Si të duket këtu, mundet të gjesh kollaj tani për shumë në qëmë se do të gjesh kokaina, po hashash në modiku? Tani nuk pime, tani pime të minashë. Po marë, tani nuk të e gjenë kollaj për së një gjenë.
Me ato që këtë dëgjuar që në shoqëri ju keni të tjerë që e... Jo, këto, unë komune dhe dëgjaj, kime dhe në djallë në alë të dëgjaj, me dhe ato asfitja. Sot 29 vjeçari përpiqet të rindërtojë jetën e tij pas më shumë se një dekade të kaluar në varësinë e heroinës. Metadoni është tashmë pjesë e përditshmërisë së tij, ndërsa largimi nga droga mbetet një betejë e përditshme, një histori që nisi në moshën 13 vjeçare, pas humbjes së nënës dhe që tregon se sa e gjatë dhe e vështirë mund të jetë rruga për t'u shkëputur nga varësia.